Pali shkruan: mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë bëjani të ditur Zotit dëshirat tuaja. Kjo nuk është një urdhër i rëndë, por një ftesë për të hyrë në zemrën e Zotit. Paqja që jep Zoti nuk është rezultati i kontrollit apo përpjekjes. Ajo është fryti i pranisë së Tij. Luteri thot në katekizmin e madh se gushlimi i lutjes është se Zoti na pranon pavarësisht dobësisë sonë. Kur lutemi, nuk kemi nevojë të vijmë të fortë. Mjafton të vijmë të sinqert. Zoti ban atë që na vetë nuk kemi fuqi të bajmë. Adventi është një kohë në të cilën mësohemi t'ia lëmë shqetësimet tona Zotit. Paqja e Tij nuk varet nga rrethanat, por ruan zemrat tona në mes të tyre. Dhe në fund, një sfidë. Merre sot disa minuta qetësie. Vëri para Zotit një shqetësim të konkret dhe thuaj: Zot, këtë brengë e lë tek Ti.